nga mua dhe qëndrojni këtu, Ramazan Rekën e kemi këtu, Ganimetën, kemi edhe Regjepin, po ka shumë të tjerë, po ka edhe dy faqe zyrtare që na ndjeku, dy pikë të kërcimit shqiptare dhe dy yjet. Ta lexoni një poezi dhe pas asaj poezie prapë do rikthehemi këtu. Unë që posh me lexuar ke thon, po se dia e ki aty. Poezin tënde? Po. Nuk e kam, Dan, nuk e kam. Atëherë do shkoj me ta çuaj. Atëherë pra, më dërgo në Viber, mund të dërgosh në Viber? A mund të dërgosh në Viber? Dani, më dëgjon? Nuk dëgjova, Dani, nuk e di pse. Po, ta dërgoj që ta i vetëm ti. Në Viber. Po. Shkoj pa tek një poezi pra që ka ardhur. Hapa sytë sot rastësisht. Gjeta ca mesazhe që kisha harruar t'i fshija. Ishin mesazhet e komunikimit ton, që në fillim pothuajse për një moment u bëra gati t'i fshija. Dhe ato pa lexuar fare. Por e ishma me prengoj malli dhe mungesa jote që kishte pushtuar qenjen time kohët e fundit. Zot, si s'po me dilte ky shpirt nga vendi dhe sikleti. Sa i pafajshëm ishte e komunikim që sa të thjeshta dhe shoqërore fjalët ishin. Herqeshja në zë të lartë dhe në pushtonte një uragan dhimbje shpirtore. Aq me kishte marrë malli për ato kohrat të cilat si pat kuptuara me kishin bërthyer në krahët e tyre. Por momentin harrova që nuk flisnin, me duke si herën e parë kur shkëmbyen ato batuta gazmore të cilat vazhduan për kohë me radhë. Ishin ca detaje që nuk I kisha vënë re atëherë, fjalë të goditura dhe shumë të bukura. Ato shkronjat që u lagën nga lotët, mi si kur me shkonin në mëshirë e malkonin veten që me dolin për asyri. Ndjeva zemrës time të thyeshëm dhe ato pjesë që ishin mbetur ishin shumë dhimbshme, ti dëgjoja një gjë të tillë shumë dëmtuese. Zot, pa kuptuar unë dëgjësova që akoma të doja. Ndjeja ka shumë madh, ndjeja shumë me shumë se që mendoja. Për një moment kapa telefonin, formuva numrin tënd, dohet të flisja të dëgjoja dhe vetëm zërin tuaj. Kur një moment më kujtua ti përkisje tjetër realiteti duhet tjetoja edhe unë tim. Ishte një ndjenje që as vetë se kuptoja. Veç rritej dhe rritej. S'më linte as as të qeshje. Vetëm kisha fiksuar syt në një vend dhe nuk flisja dot. E çuditshme. Se e çuditshme
aq shumë u zgënjeva, por i natë të mbarë. Aq shumë uajta, por do të nuk të uroj, se urreja do të. Çfarë mund të jetë kjo? Jeta. Jeta kur ne përjetova vetëm të hidhurat dhe asgjë më tepër. As sikur të mundja t'i mbyllja syt e të mos i hapja kur më. Sikur të mundja t'i mbyllja syt dhe mos i hapja kur më. Pra kjo ishte poezia që interpretova për juve dhe besoj që ju këtë pëlqyer kjo poezi, që mora tekstin dhe instrumentalin, ashtu që ju përshëndes të gjithëve, atyre që e kam pasion poezin dhe e duan poezin. Të lumt vllazoni për këtë muzikë të mirë, por edhe domethënë interpretimi është fenomenal. Vërtet? Kështu të kisha ditë unë të thamë se kur të isha kënaq krejt, po unë i thamë Ti me bukur i thua, ti me bukur i thua. Kështu që poezien të dërgohen mbi berat. Po tani e marr poezin, do kam parasysh Viktor Prena, një moderator i mrekullueshëm nga Radio Klina, një radio e re, por me fill shqiptare, që vërtet kumbon bukur dhe më ton bukur. Andaj mirësardh i themi edhe Viktor Prena, një moderator që pretendon vërtet t'i kap majët e sukseseve, kurse Agim Sediut i them koleg